Çdo ditë në kalatën kryesore të portit detar të Vlorës vjen re anije të cilat zbarkojnë aty. Ato nuk janë anije turistike, por ato të cilat përpunojnë në portin e Vlorës Çimento. Këto anije të Çimentos, përpos procesit të tyre që kryejnë në kalatën qendrore të portit të Vlorës, janë kthyer tashmë në një shqetësim serioz për qytetin. Shqetësim ky i cili lidhet me faktin se anijet e përpunimit të Çimentos shkaktojnë një ndotje të i normave të lejuara në ajër, siç po ndiqet edhe nga pamjet të filmuara në ekran nga televizioni 6+1 Vlora. Prej tyre shlirohen çdo ditë shtollungat e tymit të bardh, i cili sigurisht është ndotje për ajrin që qarkullon më pas në qytet, dhe nuk janë një apo dy të tilla, por janë shtollunga tymi që zgjasin për sa kohë këto anije kryejnë procesin e tyre në portin e Vlorës. Kjo gjë sigurisht ndikon negativisht në qytet, duke sjellë më tepër ndotje në një qytet ku ka me qindra persona që jetojnë aty çdo ditë dhe kanë probleme të shëndetit apo vuajnë nga alergjit. Jo vetëm anijet e Çimentos, por edhe anijet të tjera të cilat vizitojnë gjirin e Vlorës bëhen burim ndotje për detin, e cila reflektohet më pas edhe në Bregdet. Për shumë ditë përgjatë vitit, Bregdeti Lungomares merr ngjyrë krejtësisht ndryshe, duke ju përafruar të zezës. Kjo për shkak të ndotjes masive, kryesisht nga hidrokarburet që derdhen në det, nga këto anije të cilat përfundojnë deri në lungomare apo vijën bregdetare ku qëndrojnë qytetarët. Kjo ndotje masive jo vetëm që ka ndikim në florë dhe faunë që ekziston prej vitesh në gjirin e Vlorës, por sigurisht ndikon negativisht edhe tek qytetarët, pasi gjatë ditëve me temperaturat të larta, shumë qytetarë frekuentojnë detin, duke guxuar edhe të lahen në ujin sigurisht të ndotur, por ndikon edhe tek ajo se çfarë konsumojmë, pasi ata të cilët përballen të parat me këtë ndotje janë sigurisht peshqit, të cilët më pas kapen dhe konsumohen nga qytetarët e Vlorës dhe jo vetëm. Kjo ndotje masive e Bregdetit në shumë ditë është denoncuar nga qytetarët edhe përgjatë sezonit veror që lan pas.